Përshëndetje për gjithë dhe mirë se po takohemi edhe këtë shtunë në klinikën D. Sonte do të flasim për logopedin. Kur flasim për logopedin, zakonisht mendja na shkon me njerë të fëmijët, por probleme me artikulem, probleme me belbëzem mund kenë edhe të rriturit. Madje të këta të fundit mund ndikoj qoftë në jetën profesionale, qoftë në jetën sociale. Për t'i kuptuar më mirë këto probleme dhe për t'i kuptuar më mirë realisht cilët janë shkaktarët që vijnë deri tek këto probleme, tek të rriturit, këto dhe shumë të tjera do t'i diskutojmë me logopedën në studio. Unë kam kënaqësinë që këtu me mua është Mirgena Preniçi, logopeda. Mirgena, faleminderit që gjete kohë t'jesh në klinikën D këtu. Përshëndetje Elza, faleminderit për ftesën. Mirgen, a fillojmë të na shpjegoj realisht çka po nuk kuptojmë logopedia dhe të rriturit në fakt? Po Elza, patjetër. Logopedia është shkencë shëndetësore terapeutike e cila mirret me parandalimin, identifikimin dhe mandej edhe trajtimin e çrregullimeve të cilat prikin gjuhën, të folurin dhe komunikimin. Ashtu siç e përmendë edhe ti më parë, në publik më shumë logopedia njihet nga aspekti që mirret më shumë me fëmijët, mirë po në fakt logopedia përfshin edhe një gamë të gjerë të çrregullimeve të cilat mirren me të rriturit. Prej çrregullimeve që prekin më shumë fëmijët dhe që njihen më shumë në publik, tashmë është çrregullimi i autizmit, çrregullimet e disfazive, vonesave gjuhësore, çrregullimet e dislalive, çrregullimet e artikulimit, mandej kemi belbëzimin, kemi disleksin, diskalkulin, disgrafin. Po disa prej këtyre çrregullimeve mandej mund t'i prekin edhe të rriturit, ka një numër të madh çrregullimesh që preken nga moshat e mëdha. A ndalemi tek këto problemet më të shprehuna ose më të shpeshta realisht që hasim tek të rriturit? Patjetër, është një numër i madh i çrregullimeve që i hasim tek të rriturit dhe që ne i trajtojmë çdo ditë në baza ditore. Kemi çrregullimin e belbëzimit, si një ndër çrregullimet më të shpeshta të cilat i hasim tek të rriturit, është çrregullimi i belbëzimit. Ka faktorë të ndryshëm të cilët e shkaktojnë belbëzimin. Kemi faktor psikologjik, kemi faktor neurologjik, varësisht prej rasteve në të cilat është belbëzimi shprehur aty. Mandej kemi edhe çrregullimin e afazisë. Afazia shfaqet pas goditjeve në tru, aksidenteve të ndryshme, e kështu me radhë. Kemi çrregullimin e disfonisë ose çrregullimet e zërit, kemi çrregullimet e disfagisë, çrregullimet e gëlltitjes dhe një gamë të gjerë çrregullimesh të tjera të cilët prekin të rriturit. Kemi çrregullimet e disleksisë, disleksia përfshin problematikat me shkrim leximin, çrregullimet e diskalkulisë, disgrafisë dhe çrregullimet të tjera. Mirgena, vazhdimisht po thojmë të rriturit dhe me të drejtë dikush mundet me pyet kush është i rritur në fushën e logopedisë? Patjetër, në fushën e logopedisë i rritur llogaritet çdo pacient i cili është mbi moshën 18 vjeçare. Domethënë çdo pacient i cili merr shërbime nga logopedi mbi moshën 18 vjeçare është pacient i rritur dhe në këtë mënyrë atëherë trajtohet nga logopedi. Mirë po, për të bërë trajtimin logopedi nuk e marrin parasysh vetëm moshën e klientit, mirën parasysh karakteristika të tjera, të tilla si diagnoza, mosha në të cilën gjendet pacienti dhe karakteristika të tjera varësisht nga dëmtimi që ka shkaktuar, çfarë do çrregullimi që ka pasur, nëse ka pasur ndonjë dëmtim neurologjik dhe karakteristikat e tjera dhe mandej bëhet plani i trajtimit. Mosha shumë e rëndësishme, mirë po nuk është faktori kryesor në trajtim. Mirken, kisha dashur më ndalë të probleme që realisht këta të rritur i kanë pasur që në fëmijëri, po për x arsye nuk janë trajtu. A është shumë vonë me fillu trajtimin në moshë të rritur? Jo, nuk është shumë vonë me fillu trajtimin në moshë të rritur, biles do ju inkurajoja të gjithë ata që po na shikojnë që asnjëherë të mos demotivohen dhe thonë që un kam një problem të caktuar me të folurën dhe mandej është shumë vonë që unë trajtohem. Gjithmonë ka shpresë dhe gjithmonë duhet të kërkohet ndihmë nga profesionistët adekuat të fushës në mënyrë që të kemi trajtim sa më të mirë. Mirë po ajo që ne inkurajojmë patjetër është që sa më herët që të fillon intervenimi, është shumë e rëndësishme intervenimi hershëm. Sa më herët që fillon intervenimi, aq më shumë kemi gjasa që të kemi sukses. Mirë po nëse dikush për arsye të ndryshme nuk ka mundur të trajtohet me kohë, asnjëherë nuk është vonë që të adresohet, të shkojë dhe të kërkojë ndihmë te një logoped. Jemi të moshat e rritura dhe jeta sot dinamike e ka bërë po themi të vetën. Ankthi dhe stresi fatkeqësisht sot janë pjesë e pandashme e pothuajse secelit prej neve. Sa ndikojnë këto në çrregullime në të folur më pas? Ankthi dhe stresi janë disa prej faktorëve që sidomos në ditët e sotme kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në mënyrën se si ne shprehemi, flasim dhe në mënyrën se si lidhemi me të tjerët. Në momentin që ne përjetojmë ankth dhe stres, atëherë në sistemi ynë nervor simpatik aktivizohet dhe në momentin që kemi aktivizohet sistemi ynë nervor simpatik, nuk mund të koordinojmë siç duhet frymëmarrjen,
fonacionin dhe artikulimin, që nënkupton në momentin që këta mekanizma nuk funksionojnë ashtu siç duhet, mund të kemi probleme me belbëzimin. Dhe persona që kanë belbëzim, atëherë këta persona mund të kenë më shumë blokada ose përsëritje gjatë të folurit. Që do me thënë, ankthi dhe stresit te personat me belbëzim din të përkeqësojnë gjendjen, por jo vetëm tek personat me belbëzim. Për shkak të ankthit mund të shfaqen edhe problematika të tjera si mutizmi selektiv, një diagnozë tjetër ku personat për shembull kanë problem flasin kanë aftësinë që të flasin, mirë po për shkak të ankthit nuk flasin me persona të tjerë. Mandej kemi diagnoza të ndryshme në të cilat ankthi dhe stresi kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në mënyrën se si ata flasin dhe ju qasin të tjerëve. Zakonisht çka ju rekomandoni këtyre personave që ankthin edhe stresin e kanë pjesë të pandashme, po flas për nga ana logopedike sepse dim që i takon edhe pjesë anës të psikologjisë realisht shumë, po ju si logopedet, çka i rekomandoni këtyre personave? Te këta persona, që zakonisht personat që na vinë më së shumti që kanë ankth dhe stres, janë personat që kanë më shumë belbëzim. Dhe te këta persona ka teknika të qëndrueshme të cilat i ndihmojnë që ata të flasin më rrjedhshëm dhe të dinë të menaxhojnë ankthin dhe stresin. Janë teknika terapeutike të cilat mësohen gjatë punës me këta persona dhe mandej ata e kanë më të lehtë që të menaxhojnë anktin, stresin, por një pjesë që është patjetër dhe duhet të kryhet patjetër është mandej edhe seanca terapeutike me psikolog, në mënyrë që ata të dinë të jenë të vetëdijshëm se nga po vjen ankthi dhe stresi, nga ka burimin ky ankth ose stres dhe mandej edhe të trajtohen edhe nga ana e psikologut, sepse ndonjëherë kot trajtohet simptoma kur në fakt shkaktari është i pranishëm. Prandaj është e rëndësishme që të trajtohet shkaktari nga ana e psikologut dhe mandej teknikat për menaxhim të ankthit edhe për menaxhim edhe për rrjedhshmëritë të folur të trajtohen mandej nga logopedi. Përveç belbëzimit, një problem tjetër që hasim tek të rriturit janë probleme me zërin. Cilat profesione janë më të rrezikueshme me pas probleme të tilla me zërin? Disfonia, siç njihet në aspektin shëndetësor ose çrregullimet e zërit, janë shumë të pranishme tek të rriturit. Profesionet të cilat ju duhet që intensivisht gjatë tërë kohës të përdorin zërin, janë profesionet të cilat kanë predispozita më të larta që të kenë çrregullime të zërit. Këto profesione, nga hulumtimi i fundit shkencor që kemi bërë unë dhe disa kolegë të mi në thim që kemi publikuar në njëra nga revistat më prestigjioze amerikane, kanë dalë që janë mësuesit e ciklit parafillor, do me thënë edukatorët, që nënkupton për shkak të numrit të madh të fëmijëve të cilët ata e kanë, për shkak se janë vetëm një edukatore me 30 fëmijë, për shkak të moshës që duhet të përsëritet nga disa herë njëjti informacion dhe problematikave të ngjashme, kanë probleme me zërin, por jo vetëm mësuesit, patjetër kanë probleme edhe këngëtarët, aktorët dhe njerëzit që ju duhet patjetër të përdorin zërin në përmasa më shumë se të tjerët edhe me kohë më gjatë se të tjerët. Si mund të mbrohet zëri në këto profesione? Çka duhemi me pas parasysh ose cilat janë këshillat që duhemi me i ndjek? Është shumë e rëndësishme që të hidratohen mirë këta persona, domethënë të marrin mjaftueshëm ujë gjatë ditës. Përveç hidratimit, është shumë e rëndësishme pushimet vokale, të marrin pauza dhe të mos flasim. Përveç pushimeve vokale, janë të rëndësishme të largohet bërtitja, të shmangemi bërtitjes ose abuzimit me zë, dhe një faktor tjetër që ndikon shumë është konsumimi i duhanit edhe konsumimi i kafeinës në suaza shumë të larta. Domethënë personat që pinë më shumë duhan kanë predispozita më të mëdha që të kenë çrregullime të zërit. Prandaj janë disa prej elementeve që ndikojnë jashtëzakonisht shumë në mënyrën se si ne kemi cilësinë e zërit. Përveç problemeve me zërin, kemi edhe probleme me të folur. Sa lidhen problemet me të folur me shëndetin mendor të atij personi? Lidhen jashtëzakonisht shumë. Personat që kanë probleme me të folur, ose çrregullime të folurit, ose problematika të caktuara që lidhen me të folurin, dinë shpesh të kenë stres, ankth dhe ndonjëherë edhe depresion. Prandaj, një person i cili nuk mund ta shprehë veten ashtu siç ai dëshiron, nuk mund të tregojë potencialin e tij të plot, patjetër në shumicën e rasteve kanë problematika të shëndetit mendor, që mandej këto problematika të shëndetit mendor indikojnë edhe më shumë në cilësinë e komunikimit dhe cilësinë e jetës. Mirë, unë thash që kur e mendojmë logopedin, zakonisht i mendojmë veç fëmijët që trajtohen aty. Po që realisht është fushë që dhe të rriturit mund ta gjejnë jashtëzakonisht shumë vetan. Personalisht jo, ose kolegët e juaj në Kosovë, a keni raste që i trajtoni të rriturit? Ka shumë raste që trajtohen të rriturit për shkak se ka filluar të bëhet ndërgjegjësimi i masës që dhe të rriturit ka nevojë për logoped dhe është logopedi ai që trajton këto çrregullime, por më shumë të shprehura i kemi rastet e belbëzimit tek të rriturit ose rastet e disleksisë, probleme me shkrim leximin tek të rriturit.
rriturit. Ka dhe rastet të disfonisë, çrregullimeve të zërit, po janë pak më të rralla dhe rastet e disfagisë, çrregullimet e gëlltitjes që pak a shumë janë edhe këto pak më të rralla. Çka është pak më shpesh kohëve të fundit, kemi rast në afazisë, e cila vije si pasojë e goditjes në tru, dhe në këto raste mandej duhet prap terapia logopedike. Për me kuptu një personat më qartë, me afazit, çka ka ngecë ai person? Si flet, si... Pas goditjeve në tru, që ndodhin të disa persona, zakonisht ndodhin tek personat e rritur, mund të preken qendrat kryesore të folurës në tru, të dëmtohen nga aspekti neurologjik qendrat kryesore. Qendrat kryesore të folurës në tru janë qendra Broca edhe qendra Wernicke. Broca është qendra ekspresive, qendra e të shprehurit, ndërsa Wernicke është qendra e të kuptuarit. Dhe nëse personit ju është shprekur qendra Wernicke, qendra e të kuptuarit, personi flet, por nuk e kupton ashtë që është duke thënë. Qofse shprekur Broca, personi kupton, por nuk flet. Do më thënë, po në qofë se janë prekur të dyja, kemi të bëjmë me afazi globale. Do më thënë, personi as nuk flet, as nuk kupton, dhe duhet pa tjetër të bëhet trajtimi nga logopedi. Si logopeda, sot si shene aftësit komunikuese, duke marrë parasysh që ne sot teknologjinë e përdorim jashtëzakonisht shumë. Edhe a kemi fillu pak me i humb aftësit tona komunikuese kur jemi fizikisht me personin, po thime? Fatkeqësisht po, përdorimi i tepruar i teknologjisë edhe tek të rriturit i ka efekte anësore të veta. Për shkak se kur një i rritur qëndron me orë të tëra në rrjetet sociale ose në mënyrat të ndryshme i qasë të teknologjisë, atëherë ullët aftësia sociale me të tjerët, ullën aftësi sociale. Dhe në momentit që kemi probleme aftësi sociale, ne nuk është që dëshirojmë shumë të kemi kontakt me të tjerët. Por përveç kësaj, ullët edhe koha në cilin ne lexojmë. Sa më shumë që lexojmë, kemi aftësi më të mira komunikuese. Dhe në këtë rast, kur nuk kemi shumë kohë për lexuar, qëndrojmë shumë në rrjetet sociale, mandej edhe aftësitë komunikuese ballë për ballë i kemi shumë të dobta. Sidomos, çka e shohim të gjeneratat e reja, sepse mosha e tretë ndoshta kanë më pak vullnet, po themi me qëndru në telefon, se mënyra se si ata e kanë kalu rinin, dallon shumë me mënyrën se si kalot rinia e jonë në ditët e sotme. Prandaj mund të themi që komunikimin ballë për ballë kanë më të dobët. Goxha më i dobët, normalisht jo për të gjithë të rinjët, mirë po në masë të madhe po është goxha më i dobët, dhe kjo vije si pasojë e përdorimit të tepërt, të tepruar edhe të pakontrolluar të teknologjisë, dhe mandej aftësitë sociale mungojnë jashtëzakonisht shumë të rinjët, që janë baza për një jetë të shëndetshme edhe për të bërë një jetë ashtu siç duhet. Prandaj mungesa e aftësive sociale çon në cilësi më të dobët të komunikimit edhe rrjedhimisht në cilësi më të dobët mandej të jetës. Mirë, kemi kthehemi te humbja e të folurit. Sa është e rëndësishme me fillu terapia logopedike nëse një person veç e ka humb aftësinë për me fol? Është jashtëzakonisht e rëndësishme. Terapia logopedike në këtë rast është esenciale. Nëse nuk fillohet terapia logopedike, është humbje kohës nëse presim vetë që këto që të rikthehet e folura vet. Ka shpresë, edhe nëse një person humb aftësinë për me fol? Patjetër. Nëse fillon me seanca, prap është një dritë, po themi, fundimit. Patjetër. Kërkimi i ndihmës është hapi i parë dhe më i rëndësishëm për të bërë një trajtim të mirëfillt. Mirë, po çfarë ja vlen të theksohet në këtë rast është jo vetëm trajtimi, mirë po ka shumë elemente të tjera që e bëjnë një trajtim të suksesshëm. Për shembull, është shumë e rëndësishme diagnoza. Sa është i dëmtuar personi nga aspekti neurologjik, është shumë i rëndësishëm motivimi i pacientit, mbështetja familjare, mosha që e ka dhe shumë të tjera. Në rast se pacienti për shembull nuk është i dëmtuar shumë nga aspekti neurologjik, ka motivim, ka mbështetje familjare, është më shumë gjatë sa trajtimi do të jetë i suksesshëm dhe do të dalim me një rast shumë të suksesshëm. Prandaj asnjëherë nuk duhet humbur shpresa, gjithmonë duhet shpresuar që patjetër do të trajtohet, mirë po duhet të kërkohet ndihmë në mënyrë që të mund ta trajtojmë. I përmendet traumat neurologjike. A ka shpresë pas traumave neurologjike? Mund të rikthehet komunikimi të paktën si më herët, po themi, ose nëse jo si më herët, të paktën që ai person të mos mbes keq? Shpresë ka gjithmonë, por varësisht sa është i dëmtuar nga aspekti neurologjik. Në rastet kur kemi dëmtime më të lehta, trajtimi pritet që të zgjasë më pak dhe të kemi më shumë rezultat. Në dëmtime më të rënda, mandej trajtimi zgjatë më shumë dhe rezultatet pritën të jenë më të vogla, mirë po trajtimi duhet bërë patjetër në mënyrë që të arrijmë potencialin e plotë të secilit pacient dhe të arrijmë të marrim më të mirën prej tij. Një prej sëmundjeve neurologjike ose në kuadër sëmundjeve neurologjike është edhe sëmundja e Parkinsonit, që njihet më shumë në popull dhe që zakonisht i atakon moshat më të shtyera. Sa ndikon kjo sëmundje në aftësinë për të folur? Edhe a ka raste që duhet patjetër të jetë logopedi prezant?
Patjetër, po shpjegoj për audiencën që ndoshta nuk e kuptojnë Parkinsonin, mandej po shpjegoj Parkinsonin, mandej edhe si lidhet kjo me të folurin. Parkinsoni është sëmundje neurologjike, e cila prek qendra në tru, të cilat janë për koordinimin e lëvizjeve. Këto qendra preken gradualisht, edhe kjo ndodh kur qelizat të cilat janë përgjegjëse për prodhim të dopaminës, këto qeliza mandej shkojnë duke u reduktuar ose humbasin plotësisht dhe kemi Parkinsonin. Nga aspekti fizik, Parkinsoni manifestohet me dridhje duar, shkëmbësh, dridhje të trupit ose kemi në shtangim të tunusit muskular. Ndërsa nga aspekti të folurit, shpeshherë nuk arrin të bëhet koordinimi oromotorik ashtu siç duhet në mënyrë që të flasimi. Edhe në këto raste duhet patjetër të ndërhyjet edhe logopedi përveç terapisë neurologjike që ka pacienti, është shumë e rëndësishme edhe terapia logopedike, për shkak se tek këto raste shumë shpesh kemi raste kur nuk mund bëhet shqiptimi ashtu siç duhet. Përveç kësaj kemi raste kur përveç shqiptimit kemi të folur jashtëzakonisht të ngadalt, edhe kemi të folur me zë shumë të ulët. Prandaj kur kemi këso problematika, duhet të ndërhyjet logopedi. Çka është edhe një karakteristikë të njerëzve që vuajnë nga Parkinsoni, tek kjo sëmundje, shpeshherë pacientët e fillojnë fjalën, e lënë në gjys, e fillojnë fjalin dhe e lënë në gjys. Çka është e rëndësishme të bëhet, kjo zakonisht ndodh ose për shkak të mos funksionimit oromotorik që nuk mund ta bëjnë ashtu siç duhet, ose për shkak të mungesës së motivimit. Që personat për Parkinson e shohin që nuk po mund të flasin ashtu siç duhet dhe mandej bie motivimi edhe e lënë në gjysmë fjalin. Është e rëndësishme në këto raste të fillohet terapia logopedike sepse përveç mënyrës së të folurit ndikon jashtëzakonisht shumë edhe në vetbesimin e pacientit, edhe në mënyrën se si ai ndihet kur e shet që veç po ka progres. Kur jemi te motivimi, këtu do me thonë ka një rol jashtëzakonisht madh dhe rrethi, familja, mbështetja prej tyre. Jashtëzakonisht shumë, sepse personat me të cilët rrethohet pacienti, personat e parë me të cilët rrethohet pacienti janë familjarët e vet, dhe ata janë reflektimi që ai i sheh për ditë për gjendjen e vet. Në momentin që përballet me një radhë demotivues, patjetër që secili pacient përveç diagnozës me të cilën po përballet, është i mbytur me një farë rrethi i cili nuk e përkrah, nuk e mbështet. Mirë, të pacientët të cilët përkrahen nga familjarët e vet, nga rrethi i vet, shohim që ka rezultate shumë të larta për shkak se motivimi i vet pacientit mandej është më i lartë, vjen me vullnet në terapi, ka shpresë që mund të trajtohet dhe në momentin që ekziston shpresa që mund të trajtohet, edhe për neve si profesionistë shumë e lehtë të ndërhyjmë dhe të bashkëpunojmë me këta pacientë, për shkak se me pacientët të cilët nuk është që kanë shpresë që mund të trajtohen, nuk janë të motivuar, nuk janë të mbështetur nga të tjerët, është shumë e vështirë puna me ta, për shkak se ata nuk shpresojnë që mund të kenë sukses dhe mandej edhe terapia nuk e ka efektin e vet ashtu siç duhet ta ketë. Kur jemi te gjitha këto probleme logopedike, sa ndikon frymarrja te këto probleme dhe më specifikisht në të folur, cili është roli i saj në ato teme? Frymarrja është baza biologjike e zërit, është baza biologjike e të folurit. Prandaj në momentin që nuk kemi një frymarrje efikase ashtu siç duhet të kemi, nuk mund të flasim edhe nuk mund të kemi rrjedhshmërinë e të folurit ashtu siç duhet. Kemi 3 lloje të frymarrjes, e kemi frymarrjen subklavikulare, e kemi frymarrjen torakale dhe kemi frymarrjen abdominale. Ajo që rekomandojmë ne si profesionist është të bëhet frymarrja abdominale ose frymarrja diafragmatike, që frymarrja të jetë më e thellë. Pacientët të marrin frymë më thellë në mënyrë që rrjedhshmëria e të folurit të jetë më e saktë. Kjo, ajo që rekomandojmë ne shpesh, jo vetëm te rastet e belbëzimit, por te çdo rast, edhe te paraqitjet publike, edhe te rastet e tjera, është që frymarrja të jetë më e thellë në mënyrë që muskujt të relaksohen dhe fryma të dalë më lirshëm. Prandaj, frymarrja efikase është baza që i folur të jetë i qartë dhe i rrjedhshëm. Është një farë lloj matematike, po themi, që zakonisht e ndëgjojmë me marë frymë dikun për 4 sekonda, ose deri në 6 sekonda, më pas po, edhe lirimi, është kjo pra që zakonisht e rekomandojnë sidomos para daljeve publike. A ka ndonjë trek, po themi, që duhemi me ndjek, po supozojmë se cili prej neve që dëshiron me dalë para një publiki më të gjerë, që emocionet e bëjnë të vetën, që duhemi me ndjek me pas pak më të lehtë, më pas edhe në të folur edhe në qëndrime krejt këto. Përveç frymarrjes që e përmenda, që është jashtëzakonisht e rëndësishme, frymarrja e thellë ashtu siç edhe ti e përmende, frymarrja abdominale, të mbushet frymë thellë dhe mandej të lirohet frymarrja, përveç frymarrjes është e rëndësishme edhe përgatitja e mirë për prezantim publik. Shoh një prezantim para kolegëve të punës, shoh një prezantim në fakultet tek të rinjit, është
rëndësishme që të bëhet praktikimi i përmbajtjes që do të kishte për ta prezantuar para se ta bësh prezantimin. Por në rastet kur kemi simptoma të tilla si tharje gojës, dridhje para se të dalësh të flasësh, djersitje ose simptoma të ngjashme, këto janë simptoma mandej të ankthit social. Në momentet që kemi ankth social, është shumë e rëndësishme që të drejtohemi te një psikolog dhe të shohim prej nga e kemi këtë ankth social dhe mandej ta trajtojmë ankthin social. Edhe një element shumë i rëndësishëm është që ekspozimi ndaj situatave stresuese të ndodh gradualisht dhe jo menjëherë. Ekspozimi ndaj paraqitjeve publike të ndodh gradualisht, sepse në momentin që një person ka për një herë shumë paraqitje publike, mandej është shumë evidente që mund të ketë edhe ankth, stres dhe mandej të mos performojë ashtu siç ai ka kapacitet të performojë. Pra, preferoni që paraqitja fillimisht jetë para një grupi më të vogël, patjetër, që mund të jetë klasa, grupi në cilin bashkëpunojmë, më pas paraqitje ku publiku do të jetë më i madh. Patjetër, të filloj me grupe më të vogla, mandej të filloj me grupe më të mëdha dhe të filloj me paraqitje për shembull një në këtë muaj, një në muajin tjetër e kështu me radhë, gradualisht, dhe jo për shembull 10 paraqitje brenda muajit me grupe shumë të mëdha njerëzish që patjetër që do t'i shkaktonin ankth, stres dhe mandej të mos performojnë ashtu siç duhet. Kthehemi edhe njëherë tek terapia logopedike, varësisht prej problemit. Sa din më zgjat këto terapi tek të rriturit është fjala? Varësisht prej problemit, mandej është edhe kohëzgjatja e terapisë. Ka terapi të cilat terapi logopedike, për shembull për bebësimin, mund të zgjasin disa muaj, ka raste të rralla kur zgjasin edhe me vite, mirë po terapitë që etiologjia e tyre është ose origjina e tyre është neurologjike, din të zgjasin edhe me vite. Do me thënë personat që janë të prekur nga afazia, Parkinsoni, ose personat që kanë çrregullime të tjera degenerative, këto terapia të këta persona zgjat edhe me vite. Si të ri, ose po themi një të rriturit, a ndodh që keni hasë në paragjykime, po themi, ndaj terapisë logopedike? Fatkeqësisht po. Të ne ende ekziston stigma për njerëzit që kanë probleme në të folur, të ne ende është e vështirë të pranohet pa u paragjykuar dikush që po kalon në një periudhë që po ka probleme në të folur. Ajo çfarë njihet në publik me shumë logopedia që po logopedët mirën me fëmijët, por jo me të rriturit, se të rriturit s'ka nevojë për logoped, ashtu njihet. Por në fakt është e kundërta, përveç fëmijëve, logopedët mirën po ashtu edhe me të rriturit, por është një paragjykim i madh që të rriturit s'ka nevojë për logoped, prandaj edhe shumë raste mbesin pa u trajtuar në kohë, humbet koha e trajtimit e cila do ishte shumë e rëndësishme, kalojmë kohë në cilat do mund të ishte suksesshme për të trajtuar. Mirkena, që nuk jam gabim, ju keni qenë përfaqësues e Kosovës në Bruksel. Po. Aty keni po themi logopedia se si është në vendet të tjera dhe se si jemi ne. Si qëndrojmë në krahasim me vendet tjera? Si përfaqësuese e Kosovës në Parlamentin Evropian, ka qenë kënaqësi dhe nderi veçantë patjetër që të përfaqësoj vendin tim në një tryezë të tillë. Mirë po, kam pa diçka që do doja shumë ta ndaja edhe me publikun. Mirë që e përmende, kam pa që nuk jemi keq në raport me vendet e tjera. Në Kosovë po, ekzistojnë lista të gjata të pritjes nëse dëshironi të shkoni te logopedi në qendrën klinike universitare, por edhe në vendet e tjera këtë gjë kam mësuar nga përfaqësuesit më të mëdhenj institucional të atyre vendeve, për shembull vende nga Gjermania, Franca, Belgjika ose kudo tjetër, janë lista shumë të gjata të pritjes për të bërë qoftë edhe një kontroll tek logopedi. Përveç listës së pritjes, po në Kosovë kemi problem me standardizim të testeve, mirë po unë dhe kolegët e mi çdo ditë punojmë që testet të standardizohen, të kemi teste standarde në gjuhën shqipe për të bërë diagnostikimin në gjuhën shqipe, por ka edhe vende të tjera të cilat kanë probleme me standardizimin e testeve. Mandej ka raste kur ne krahasonim edhe metodat e trajtimit që përdoren në vendin tonë dhe metodat e trajtimit që përdoren në vende të tjera europiane, ne përveç që nuk qëndrojmë larg, në fakt qëndrojmë shumë mirë në këto metoda. Prandaj është një shpresë shumë e madhe për njerëzit të cilët trajtohen në Kosovë, ne përditësi si logoped kemi raste që kthehen nga vendet të tjera, shqiptarë që jetojnë për shkak të numrit të gjatë edhe kohëzgjatjes për të listave të pritjes që janë në vende të tjera, kthehen në Kosovë për të marrë trajtim dhe mandej kthehen në vendet e tyre aty ku jetojnë.
E krejt kjo, më starojmë që logopedia është një prej profesioneve më të reja që ka hyrë në Kosovë, kështu që është një plus për theme shumë i madhë nëse jemi deri diku në nivellet të njëjta me vendet të tjera europiane. Patjetër, ajo që unë theksoja në takim në Parlamentin Europian dhe që u lënë të shumë përshtypje edhe logopedëve se Kosova është relativisht e re në këtë fushë, por po ecë me hapa gjigant. Kemi shumë klinika të reja private të cilat janë hapur në Kosovë që punojnë logoped, numri i logopedëve po rritet dita ditës, logopedëve të licencuar, prandaj numri i testeve standarde po shkon duke u rritur, prandaj po avansojmë dukshëm në metodat tona terapeutike. Prandaj në këtë rast e neve veç në mbetet me thonë mirë që ju kemi. Faleminderit. Mirë, krejt në fund cila është porosia juaj për gjithë ata që ndoqën, edhe specifikisht për gjithë të rriturit që mund kemë probleme të tilla, po është pak ajo egoja jonë që nëherë na mundet dhe nuk preferojmë shku edhe me vizitu profesionistin e saktuar të fuqës. Porosia ime është që në momentin që vreni që një rritur, që familjari juaj, ose ndoshta ju vetë keni probleme diçka me të folurin, është totalisht normale. Të gjithë në momentet caktuara mund të kemi ndonjë probleme të folurin, prandaj në momentet që vrejnë problemet, është mirë të adresoni të një profesionist, ashtu si që përmenda dhe më herët, të shkosh të logopedit, kërkosh ndihmë është akt guximi, nuk është akt dobësie. Prandaj është mirë të shkosh të kërkosh ndihmë për shkak se gjithmonë ka shpresë. Asnjëherë nuk duhet humbur motive, asnjëherë nuk duhet thënë që unë kam një problematik caktuar dhe nuk mund të trajtohet, të shkohet te një logoped, të mirën të dhëna të sakta, se nuk mjafton ndonjëherë një search, një kërkim në internet dhe të vetë diagnostikosh dhe të mendosh që nuk ka shpresë, shkohet te profesionisti, mirën të dhënat profesionale, edhe mandej shihet se çfarë mund të bëhet tutje për të trajtuar. Mirken, unë falenderoj shumë për gjitha informacionet, këshillat dhe me gjitha kohën që ke ndarë për të qenë sonte. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Dashur miq, ne me kaq po e përmbyllim emisionin për këtë shtunë. Unë ju falenderoj shumë që qëndruat me ne deri në javën e ardhshme. Miru pafshim.